unë jam një ndër më të parët si familjarisht që kemi marrë në Zvicër. Ne kemi 10 dhoma, 80% gjithmonë zonta dhomat, kemi mbet këtu, edhe po zemrën e kemi atje, edhe kryen atje. Unë kam marrë në Zvicër në moshën 10 vjeçare, viti dikund 1985. Kam qenë në shkollë, klasën e 5, klasën e 6 kam kryer Zvicër. Po ideja babas që mos e hupim shqiptarinë, më ka kthy prapë, kaloj klasën e 7 edhe 8 në Tetov. Që tina në atë vendin që mos e harrojmë shqiptarinë, se unë jam një ndër më të parët si familjarisht që kemi marrë në Zvicër. Mbas shkollimit, kam kthy në Zvicër dhe kemi filluar shkollën zanat që i thuajnë këtu si shkolla e mesme te ne. Kemi nisë me punë, por në atë kohën kur kam ardhur unë, ka qenë shumë e vështirë. Na kanë këshirë neve shqiptarëve shumë keq. Kemi qenë pak si popull pak i egër, kurse tash ne u kemi treguar zvicranëve se mos i thuj shqiptare se rre, se nuk është e vërtet. Thuja nuk është kështu, ta kuptoje ndryshe. E ajo ka ardhur koha që tash ne kemi ndryshuar imazhin tonë. Veçanërisht unë jam gjenerata e dytë, kurse fëmijët e mi, gjenerata e tretë, ato kanë një imazh si zvicran. Do të thotë i kundërshtojnë zvicranin nëse i thot ti auslander, se ka lej këtu, jeton këtu, punon këtu. Sa i përket anës shqiptarisë ne s'harrojmë kur. Unë jam 51 vjeç tash, ama jam shqiptar i plot. Edhe se kam problem t'i them dikujt se jam shqiptar. Unë kam punu deri moshën 25 vjeç si punëtor normal. Një 5 vjet, ma pa me vllavin kemi hap lokalin e parë, edhe kështu kemi nis. Biznes familjar, ma pa me kohën u bën di familjet mëdhaja, edhe vllavi vazhdojnë punën e vet me lokalin e vet, unë vazhdova në punën time. Këtu në Narbonën unë jam 10 vjet. Ne kemi kuzhinë italiane, zvicrane e përzime, po kemi edhe shumë raste shqiptare që kanë datëlindje kështu, po e bëjmë pak si edhe han, mundona me bë pak si kene. Se arsyeja është unë kam mësuar si kuar këtu. Nuk e di kuzhinën shqiptare 100%, po mundona pak me pru që t'i vije si me kon shtëpi. Kemi edhe shumë raste datëlindje shqiptare që bojnë, ose kemi pat martesa shqiptare, njëjta. Po për sasi të vogla si ne kemi këtu 120 vende në lokal merenda. Kurse verës ne kam jashtë, kemi deri 200 vende, nuk është problem. Kemi edhe hotelin, po ne punojmë ma shumë ti me zvicran, se ashtu e lokali. Për shtatët zvicrani ambienti jonë se është shumë e dru, e kjo u pëlqen zvicranëve dhe kjo bie që kemi një klientet i kemi ma shumë zvicran, diku 90-95%. Ne kemi 10 dhoma, 80% gjithmonë zonta dhomat, veç në kohët e dimnit e kemi pak problemi, do të thosë se januarin e februarin e kemi pak problem, tjerat janë gjithmonë zonta. Se është rreth liqenit edhe jemi si vend turistik, e që është arsyeja dhe Arboni ka mungesë hoteleve. Do të thosë se ka pak hotela në Arbona dhe për atë arsye Arboni gjithmonë plot hotelet. Po shumë, jo me Tetovën, me këtë shqiptarinë. Se kur thushtin Tetovën nuk do të bëj dallim. Si Tetova, si Kosova, si Prisheva, si Tirana, për ne është shqiptari e njëjta. E kjo është troje shqiptari janë për ne, janë vlera, ne kemi ma shumë uri për vendlinjen. Se kemi arë si fëmijë këtu, edhe ajo na ka lidh shumë, pa edhe babat na kanë ushqim atë drejtim, se ideja ka qenë punojsh këtu pak edhe të kthesh te ne, po fati na ka ardhur ndryshe, se te ne ekonomia nuk është e lartë si këtu, ma pa kemi mbet këtu, edhe apo zemrën e kemi atje, edhe kryen atje. Kështu është jeta. O trivo kisha thonë nëse jetojnë te ne, rini që jetë te ne, se ndoshta dikush mendon se ne kemi një jetë perfekte, po ne mrim diçka, ama si sakrifica shumë e madhe. Unë mendoj shembull në Tetov, apo në Prishtinë, apo në Tiranë, pa marrë parasysh ku në troje shqiptare, me një sakrificë më të vogël e shumë me mri se sa këtu. Se ne kemi përballona me shumë gjëra. Njerë je si i huj, duhet 5 fishin me bo une me arthë dhe prapë se vi me zvicroni një për një. Prapë jema i huj. Po ma e keqe o të ne se ne jashtë që jemi, u boj apel ati në të ne që jonë, se ne jemi auslandera në thujnë këtu, po edhe auslandera në thujnë edhe agje ku shkojmë. Ne jemi si a i fëmija panon pa babë. Neve ashtu në kam shune që jetojmë jashtë. Kjo më vjen keq për këtë. Se ka ardhë koha kështu se, po më vjen keq për ato tri që gjithmonë e kanë mendën perëndim. Ma mirë bane perspektivën të ne, se sa këtu.
Se edhe ai vendi është për mendimin tim më i vlefshëm se Zvicra.